Po lajmin për vdekjen e një prindi cili pat një djalë që na udhëheqi dhe na prini nëpër shumë beteja, flas sepse beteja janë gjitha ato, qoftë politike, qoftë edhe luftarake dihet, ne mendojmë që është një vdekje e rëndë, jo vetëm për familjen, por për gjithë Kosovën. Është një vdekje që është vdekje e barë në kuptimin sepse ai la trashëgimtar dhe la veprat cilat siç e ka djalin dhe përpos veprat e tij. Mirë po, është një dhimbje e madhe duke llogarit situatën që ne gjendem sot. Situatën kur sot Kosova duhet edhe vdekjet ti kryen në ceremoni qetësi, në një vend të lirë për çka është luftu, por ja që vdekjet edhe sot në këtë shekull 21 bëhen me bijtë e tyre të burgosur politik, të burgosur pa drejtësisht dhe të burgosur si simbol të një lufte dhe të një bërthame e cila ka pru Kosovën e lirë, cilën vetë ndërkombëtarët e kanë mbështet. Jo vetëm politikisht, po edhe me armatim dhe deri në bombardime. Si e kujtoni ju të ndjerin zotri Thaqin? Të ndjerin zotri Thaqin, unë bacën agjen gjo mas lufte, nuk e njoh shumë si president, por e njoh më tepër në bazë të birit të tij, sepse një prind i cili ka lind një bir të tij, një prind i cili ka edukuar një brez të tillë, një prind i cili ka një lider që e përfaqëson një popull ton, unë mendoj që është prind me fat. Dhe unë mendoj që është edhe hero i djalit të tij spari, ndërsa vetë Thaqi është hero i vetë një shërbimarëve. Ndërkohë mbrojtja e zotrit Thaqi ka bë kërkesë që të lirohet, të jepet leje në fakt që ta vizitoj gjatë ceremonisë së varrimit. A mendoni që mund të ndodhë një gjë? Unë nuk besoj që do ndodhë gjë atje, të njohë gjykatën çfarë është, të njohë gjykata sa respekton drejtat elementare njerëzore, të njohë gjykatën cila nuk ka hera parë që ka shkel me vetë dërgesën e tij që sa kohë që kishte më parë ta bjen, unë nuk besoj që do ndodhë ajo. Prandaj unë mendoj që zoti Thaqi e din sakt, po bëhet mirë që avokatet ose Thaqi e bën kërkesën sa për të mos thonë ata që nuk ka bërë kërkesë. Një pyetje nga studio është që kush ishte në momentet e fundit me zotrin Haxhi Thaqin, nëse keni info dhe a kishte lënë ndonjë amanet të fundit? Jo, për besën ato nuk i di, as nuk pyet as sollësit. Ne erdha thjesht të shpreh ngushëllimet, të prezantoj sadopak një pjesë të zotit Thaqi dhe shokëve të tij që janë atje, besoj që atë drejtë e kam, sikur që kishte pasur edhe të tjerë që kanë qenë atje, kështu që unë nuk e di me tutje, nuk kam atë informacion, s'kam kërkuar atë informacion.